e keni monitoruar. Pra, s'pas kam pas fort sukses këtë pikave. Po, ideja e këtij rrjetit Pravda, domethënë, kur është analizuar se pse po bëhet kjo, domethënë, duke ditë faktin që lufta hibride informative sot zhvillohet në sferën digjitale dhe ai që e mbush atë sferën digjitale informative në formë narrativat e tyre dominojnë dhe njerëzit shërbejnë me to, edhe Pravda, domethënë ky operacion e ka këtë synim. E para është manipulimi i inteligjencës artificiale, që njihet si në një farë forme abuzimi i qëllimshëm i chatboteve ose që njihen si large language models, në mënyrë që këto gjatë trajnimeve të këtyre chatboteve të ushqehen me këto narrativat edhe në Shqip, në këtë rast ruse, pro-ruse dhe pro-sërbe. E dyta është saturimi masiv i përmbajtjes, domethënë rritja masive e dukshmërisë së këtyre narrativave në sferën digjitale, që në mënyrë që me kriju edhe huti dhe dyshime të ata që i klikojnë ose i kërkojnë. Edhe e treta është me këtë shpërndarje të madhe me kriju iluzionin e së vërtetës se nëse të del disa herë, domethënë gjatë kërkimeve ti fillon me besu se kjo ose me dyshu. Ose me dyshu, ose edhe me besu se rregullisht po del kjo narrativ si e vërtet apo e mirëqen. Mirë, ne kemi diskutuar mbaj mend para disa muajsh edhe për faktin se si shtetësia e Kosovës kontestohet duke bërë krahasimet me Krimen apo duke vënë pikpyetje. Ju thatë që edhe në këtë raport është subjekt kjo gjë, apo jo? Po, domethënë statusi i Kosovës targetohet në çfarë forme, nëse mund të na ilustroni? Për shembull, aty ku përdorin termat si krahin serbe, enklavë separatiste, territori pushtuar nga shqiptarët në një farë forme. Mandej lidhet me në një farë forme krijohet narrativa e diskriminimit ndaj serbëve, ECK, domethënë çdo zhvillim që ndodh në vendbanimet me shumicë serbe, këta e quajnë si terrorizëm institucional ndaj komunitetit serb këtu, në rastin e arrestimeve të ndryshme që ndodhin, disa politikave të caktuara. Kritika ndaj qeverisë së Kosovës është një narrativ, domethënë sidomos ndaj kryeministrit Albin Kurti, për shkak se është domethënë ka qenë deri. Çfarë thuhet për shembull në raport? Provokator, anti-serbt, domethënë këto ato janë narrativat epitete këto që shihen në mediat serbe realisht. Po, në një farë forme po, edhe ato janë disa prej mediave serbe i përdorin. Pastaj këto krahasimet me Krimen, duke në një farë forme e etiketuar ose denoncuar perëndimin se po përdor standarde të dyfishta, ku Kosovës ja ka mundsuar mu shpallë pa varur, ndërsa te Krimea nuk pelun, domethënë rolin e njëjtë apo nuk e ka qasjen e njëjtë. Në një farë forme e ndërlidhen pak edhe me këtë Republika Srpska në Bosnjë, me idenë se Kosovën e shohin si një betejë përbashkët serbo-ruse kundër presionit perëndimor në përgjithësi. Mirë, ne po flasim për audiencën shqipfolse, por ju besoj në raport e keni pra rrjeti propagandistik Rus Pravda dhe Ballkani, e keni hulumtuar edhe se çfarë ka publikuar edhe për vendet tjera që flasin shqip, si për Shqipërinë, por ka edhe për Maqedoninë e Veriut, besoj. Cili ka qenë raporti në këtë rast? Paka shumë, është interesant se targeti apo sesioni, rubrikat në të cilat mas shumë t'i publikohen artikuj edhe në Shqip, po dhe në gjuhë të tjera, është rubrika bota, pastaj vjen Rusia, pastaj këto shtetet e targetuara, se Rusisi intereson në një farë forme ajo narrativa pro-ruse për të gjitha zhvillimet botërore me dominu. Pastaj me bo propagandën e shtetit të Rusisë si shteti fuqishëm, fuqi botërore, me të drejta, e të tjera. Pastaj targetohen që është një numër pak ma i vogël këto shtetet specifike, për shembull në rastin e Shqipërisë, si referencë kryesore merret kanalin Telegram i ambasadës së Rusisë në Shqipëri, edhe promovon aktivitetet e asaj ambasade në përgjithësi se çka ndodh në Shqipëri dietur. Edhe pse kjo pjesë tash mund edhe të argumentohet që nëse janë aktivitete publike, mirë, i bën propagandë, por nuk është ndaj krim në anë. Po në momentin që brenda artikullit ti e përfshin edhe një narrativ që nuk bazohet në fakte, po është një qëndrim i yti. Patjetër, se përdor terma për Kosovën. Terma jo korrekte, jo të drejta, atëherë hin në atë pjesën e keq informimit. Mirë, çfarë tjetër
ka diçka që në raport, pra që është shqetësues, për shkak që edhe herën e kaluar kur kemi diskutuar këtu narrativa, nuk është se janë të shkëputëra, pra është një farë zinxhiri aty i politikës ku përdoren si në këtë rast ku qëllimi është të ndikoj tek tjerë, por sidomos te komuniteti serb në Kosovë për ta ndikuar atë për ta mbajtur në një lloj tensioni të përhershëm. Për këtë rast ne po flasim për audiencën shqipfolse. Sa besoni është arritur, apo nuk është se kemi ndonjë matje tash çfarë ndikimi ka pas. Dhe po jap një shembull mbase, shpesh shoh videot ndara për fuqinë ushtarake të Rusisë, si është më e fuqishme se vetë Aleanca e NATO-s apo raketa caktuara. A janë pjesë e këtij raporti? Konkretisht nuk mundemi me thonë a janë pjesë, po ideja e shpërndarjes së këtyre narrativave, domethënë proruse në Shqip në mënyrë të drejtë për drejtë është një lloj problematike në vetë, se ne i kemi Russia Today Balkans edhe Sputnik Newsin që ka shërbime në gjuhën serbe në Ballkanin Perëndimor, po ato janë në serbisht edhe në një farë forme i drejtohen një komunitetit caktuar. Po kur vinë në Shqip këto po përbëjnë problematik në vete për shkak se nëse bëhen kërkime në rrjete të ndryshme në motor të kërkimit, atëherë ekziston mundësia që gjatë kërkimit për shembull për luftën në Ukrainë që na intereson një çështje apo zhvillimet e fundit në shtetet përreth Rusisë si lidhje me Moldavinë e të tjera, atëherë mundemi që mund ballafaqohu me këto narrativat proruse në Shqip edhe duke mos e ditur se këto burojnë nga një rrjet i tillë si Pravda, domethënë që ka qëllim këtë propagandë, atëherë mundemi me ra prej e tyre edhe në një farë forme me kriju një lloj besimi se këto narrativa janë ato që janë të mirëqena edhe të sakta. Ky është domethënë problemi kryesor që ne e kemi identifikuar. Njëkohësisht është edhe këto narrativa që bëhen se këto në një farë forme i ushqejnë glorifikojnë marrëdhëniet për shembull Rusi-Serbi, që është një narrativ që ju konvenon edhe komunitetit serb që në një farë forme Shqipe. Po edhe në Shqip këto plasohen. Po cili mund të jetë qëllimi këtu? Glorifikosh një raport mes Rusisë dhe Serbisë në gjuhën shqipe. Po në momentin ato plasohen për shembull në platformë, ekzistojnë në Shqip edhe kërkime polarizim edhe më tutje. Po, polarizime gjatë kërkimeve ballafaqohemi me to edhe në një farë forme i shohim si normale, si të domethënë të çastshme e të tjera ose raste të tilla kur ka glorifikime historike të Rusisë apo kur bën kritika për shembull ndaj sanktsioneve që Perëndimi po ja vendos Rusisë e të tjera, fillojnë këto narrativa në një farë forme me kriju dyshime edhe të vetë audienca shqipfolse në një farë forme. Po, dhe